Përshëndetje goca, përshëndetje nga dita tjetër. Sot është e diel, edhe kemi filluar ditën, tani është ora 12, jam duke bërë drekën. Edhe sot do bëjmë mbylljen e vlogut, por mendoj që këtë video do ta vendos në fillim të vlogut, pasi më duket se një 2 video i kam fshi pa dashje, në mos gaboj, më duket, por fillimin më duket se po. Atëherë, në fillim të videos ju do të ndiqni pjesën ku unë kam shkuar për të bërë vaksinën e Zoit dhe nuk kam bërë hyrjen atje, më duket që është dita e vaksinës së Zoit dhe kjo më është fshirë. E kam fshi pa dashje videon se kam shumë video në telefon edhe si duket kam dashur të fshi gjërat e kam ka pa dashje. Këta duhet të sqaroj. Dhe tjetra gjë është që videot e tjera pasaj normalisht janë ditët e tjera dhe po ju tregoja, sot është e diel, kemi filluar herë ditën, tani unë jam duke gatuar, duke bërë drekën dhe jam duke gatuar, më thënë drejtën, po bëj pak makarona, sepse nuk e di do haj Iliri apo jo, por unë po i bëj për të dy, pasi mbrëm kur gatova peshk, ka ngel pak ato perimet aty me të drejtën edhe ai po thoshte që mos ha ato, por unë që t'jem e sigurt se mbas edhe nuk i ha, nuk i dihet se kam pak fare krip. Po bëj edhe këto makaronat, thash që nëse si ha, të ketë për të ngrejë makaronat. Dhe po i bëj me po bëj makaronat të gjata, spageti domethënë, do t'i bëj me pak sallam. Dhe do i bëj me këtë salcën e kësaj që quhet kjo pesto, me pesto kështu, që mos të ri, nuk e di pse, por unë kur gatuaj makarona, nuk i bëj, nuk i ha dot vetëm me salcë pa asnjë gjë tjetër brenda. I fut ose fileto, por që unë e kam në ngrirje edhe sa të presun të shkri ajo, tash po marr këto për kollajs edhe ky sallami që kam bler, ishte i mirë, e kam marr, nuk e di të Lidhi apo të Aldi, që kanë ardhur këto të javës italiane, a greke, a nuk e di se çfarë ishte. Edhe më ka qelluar i mirë dhe thash pse jo. Kështu, po e bëj këtë. Edhe Zorin e kam në gjumë, se që do bëjmë pastaj, nuk e di të shohim, e di që kam për të vënë lavatriçe sërish, po për të dalë kam fjalën, nuk besoj se do dalë sot, pasi koha është mjërgull jashtë edhe është qiksi freskët, edhe pse unë dalë, edhe kur është freskët, po ditën e diel nuk e di pse, po të toj shumë dalë, preferoj ta kaloj në shtëpi, kur është koha sidomos kështu, po kur është kohë e mirë, ajde del, kur është koha kështu, e mirë dhe në shtëpi merru me ato punë që ka për të bërë, edhe një okej. Kështu goca, unë tani po e mbyll edhe këtë vlogun që kam nisur, edhe uroj që t'ju pëlqej vlogu që kam nisur, shikojeni, sepse ka gjëra interesante që më kanë ndodhur këto ditë, nuk e di kam filmuar gjitha ditët, por kam filmuar disa ditë, shikoni se keni gjëra interesante. Edhe mos harroni të më bëni subscribe, ju që shikoni këto video, por që nuk bëni subscribe, shtypini aty, shtypini edhe te zilja që në momentin që unë të postoj videon, ju vjen njoftimi në telefon dhe kështu ju mund ta shikoni. Kaq kisha, ju uroj gjithashtu një fillim jave nesër të mbar dhe do shifemi në vlogje të tjera, në gjëra të bukura të tjera, të shohim. Jemi një më shëndet. Zoi, do bish bum. Ja. Neve sa po mbaruan vaksinën. Zoi në fillim qau normalisht pak, por pushoj shpejt. Atëherë, siç po ju thoja, neve sa po mbaruan vaksinën e meningokokk, e me mama. Zoi qau pak në fillim, por pushoj. I ka mami goç të folt këte. I ka mami goç të folë të muj. Edhe ta më thënë mami këta. Edhe
kështu, presim tani. Ajo më tha që nuk ka temperaturë, se unë kam dëgjuar që jep shumë temperaturë, e ku e di unë kështu. Ajo tha jo, nëse ka tha temperaturë, do shkojmë aty. Edhe kështu tani. Tani jemi në vëzhgim 24 orë për Zojin. Sa po të shkoj në shtëpi, jemi do t'i bëjmë Zojit pak patate të vendi i asaj, i gjilperes, i vaksinës. I bëj pak patate. Goca, sa po erdhëm në shtëpi, edhe e vura në gjumë Zojin, i thash për të pirë edhe gjumë, sepse është e lodhur, do edhe gjumë, plus vaksina bën atë të sajen, sepse është zgjuar shumë herët sot, edhe nuk e kishte bërë akoma, do me thënë atë gjumin e parë të mëngjesit. Se thash ta çojmë një herë të bëjmë vaksinën, edhe kur të kthehet, të flerit të qetësohet se edhe vaksina normalisht do jepte gjumë pak të loste, si të thuash. Edhe kështu, siç e tregova, deri tani është okay. Asnjë, jo, u bë një orë që kemi bërë edhe shqyr nuk ka temperaturë, i vendosa një patate, sido që të ishte puna, i puna një patate aty te kofsha, edhe e ndjeu pak me thënë drejtën, por e ka lëvizur këmbën. Tani sa t'i kaloj qika jo mpirja, se tani është mpirë, nuk e di si do jetë më vonë, por u grind pak me thënë drejtën, tani kur ishte edhe në gjumë, do me thënë që e zë gjumi të gjokësi, filloj si kur u grind pak, po nxirte qik zërë kështu si për gjumësh, si duket ka fillu t'i dhambi, kofsha, edhe normale kjo gjë. Tani o zot, kërgjëm gishtat i shonë nuk ka temperaturë, hajde se i bëjmë dërman lindjes, ta majmë me kujdes, edhe kështu po inshallah s'ka temperaturë. Edhe pse ajo tha që nuk jep temperaturë, uroj që jo. Zoj me vaksinat me thënë drejtën një herë. Po, vetëm një herë ka pasur temperaturë, nuk e maj mend se që vaksine ka qenë ajo, edhe i kaloj, nuk është se i zjati. Po, herët e tjera, jo, nuk ka pasur. Edhe atë një herë që pati ishte 38.5. Unë i kërkova kësaj doktoreshës me thënë drejtën, i kërkova shurup, por ajo nuk më dha, sepse tha që kjo vaksin nuk jep temperaturë, edhe i thash, po ndarket, tha ajo, jepi ato që ka, sepse unë nuk doja t'jepja supposto, për shkak se ajo qanë, i dhëmbë, është normale kjo, edhe se di, inshallah nuk ka, por që kështu. Deri mbas dite ato aty janë, unë mund t'i telefonoj ose se vetë tha, nëse do ketë, do vish aty, do shkoj atje, kështu që nëse do ketë, do shkoj atje, inshallah jo. Edhe kështu, ama në sikleti math me këto vaksinat, nuk dim që atë bëjmë njerëz, t'i bëjmë, mos t'i bëjmë, sepse se di, qa nuk gjojmë, qa lloj eksperienca, çdo gjë varet nga fëmija, mendoj unë, do me thënë se si që përjeton një, nuk e përjeton një tjetër, nuk mund nisemi nga eksperienca e dikujt tjetër në këtë rast të vaksinës, mendoj unë, nuk e di, por që jemi kështu të dyzuara për këto çështje të vaksinës. Unë Zoj ka përbërë dhe 2 doza, çdo 4 javë, ka edhe atë të 1 vjetorit, i bie të 1 vjetorit do ta bëjmë pasi të kthehemi nga Shqipëria, edhe normalisht atëherë. Edhe këta një i bie që ta bëj ose më përpara ose më vonë, dozën tjetër të meningokokku B. Edhe kështu, por që doja bëj atë të 1 vjetorit, mbasi të kthehemi direkt, se ne do ikim përpara, kështu që i bie fiks vise, do ta fusim çerdhen kopësht, edhe ajo duhet me se s'ben. Edhe kështu njerëz, se di ju si keni këto eksperiencat me vaksinat, me bebat e juaj. Jo, nuk dua që ta shkruani, do me thënë që ta thoni këtë gjë për t'ju demoralizuar nënat e tjera, sepse dhe unë ashtu ishta në fillim, nuk isha i sigurt t'ja bëja, mos t'ja bëja, e kisha lënë një herë fare mos t'ja bëja,
kur bëj 2-3 vjeqe, por pastaj shikoja që kishte edhe njerëz që ja kishin bërë goxha dhe thash pse Romil mos t'ja bësh, pse t'ja shtysh aq. Vërtet është një vaksinë që nuk është se ndoshta ka shumë imunitet, se më duket edhe disa sa muaj e ka, por t'ja bëjmë, pse jo. Edhe kështu njerëz, vajtëm ja bëjmë, tani uroj që çdo gjë të shkojë mirë. Unë tani gjithë ditën jam në shtëpi, koha ishte e mirë tani, por nuk kam ndërmend të dalë sepse duhet që të shikojmë Zoe normalisht jashtë, nëse i gjen ndonjë gjë në një temperaturë nuk kam çfarë t'i bëj, ndërsa këtu paktën patatën e vura e gjitha e kam më të sigurt në kontroll. Edhe punët i kam të bëra, shqyr. Zoe mamit, o drita i. Që bën kjo goqa i me kështu? Majti! O shpirti mami, nuk ka temperatur goqa. Bravo goqa mamit! Bravo goqa mamit që nuk ka temperatur. Majti mi strece. O shpirti mami, ti o jeta i me vogël. Goca, Zoe u zgjua, edhe unë tani jam duke i dhënë drekën. Në fakt i pata bërë supë, por nuk e hangri, nuk e donte. Ajo e han fakt supën me thjerza, por ndoshta se di, nuk e pëlqeu sot, se hangri, edhe unë i bëra diçka tjetër, që sta le pa ngrënë aq më pak sot që ka bërë edhe vaksinën. Zoe, çfarë po bën me mamë? Dhe lësësh me lodla me? Ku? Jo, të goja, nuk është të goja. Jo, mama. Jo, që ta ha të gojën e bukur. Dhe lojim. Bile topin mamit, a dhe lojim e mamit. Ku është huna? Tu. Na, bile mamit. Bile mamit ti. Bile mamit. Na, frit. Me lezoj? Bile mamit tani. Jepja mamit. Nuk e donë. Ti. Na, bile mamit. Na, mere Zoe. O drit, mere këta topin, bile mamit. Jepja mamit topin. Bile mamit. Zoe. Jo këta, jo. Do topin mami, bile. Je fiksu me ata me drit. Goca. Zoin e vora në gjumë. është ora 3:20. Edhe ajo shqyr zoti nuk ka temperaturë. Deri tani edhe uroj që mos të ketë më. Edhe u lodh me thënë të drejtën dhe zuri gjumi. Ndërkohë mua më kanë ardhur pako. Super pako. Shkone, kjo është shumë e madhe. Do ta hapim së bashku. Me shkon sa unë në TikTok nuk e postoj dot. Sepse nuk e kam marrë akoma. O, nuk e di o zot qa do bëhet. Gjithsesi, u bëft më e mira. Hapim herë këtë pakon e vogël, se kam në një pakot vogël. Edhe as nuk e kam ide se çfarë ka ardhur, sinqerisht, se nuk i mbaj mend me, e që nuk mund t'i shikoj. Hapim herë këtë vogële. Mendoja se nuk do më vinte, se më erdhi një pako që parë, më ka ardhur një gjë për të drejtuar flokët, një krahër, edhe pas se do ishte mbyllur me kaq, por jo. Çfarë? Ka marrë një çantë. Wow, sa e bukur. Të më thënë, e bukur. Shikojeni pak. Wow, që ka dhe super material. Wow. Kjo është, shikoni pak sa e bukur që është, goca. Hapet këtu, vetëm njëra. Okej. Ka edhe ripin brenda. Kështu. Por unë këta e ka marrë për dhurat, kështu që nuk është se do ta përdor për vete, por është shumë e bukur. Edhe mendoj që personi që kam në mendje për të bërë këtë dhuratë, mendoj se i shkon, se e përdor këtë gjë. Pa më pse s'më rthehet, duhet ta shtyp kështu.
Okej. Kjo tipu çanta. Po kjo. Ua, ka marrë këtë gotën e famshme që e shikoj kudo në këto blogeret që janë këto. Këtu unë mund të pi cappuccino'n tim. Ka edhe këtë. Super e bukur, ose mund të pi qumshtin. Shumë e bukur, shumë e bukur. Do t'i vendos kështu si që janë që duhet me i bën në një video këtyre për para se unë t'i përdor në mënyrë që ta kem ta kem si gjë të detaj të në fot, natë në mirë mëllë, ta kem të arkivuar edhe si do që tjetë, kur do që unë të kontaktoj me këta të TikTokut, ti them që shiko, unë i kam produkte dhe i kam për video të shiko, i keni me fakte që unë është të gjë okej. Maroj. Po kjo. Kjo është një set. Nuk është për tani në fakt, më ka ardhur pak me vonesë. Nuk që ka dhe shumë i hollë. Është pak për më vonë, por prap nuk që ka shumë i hollë. Edhe më pëlqeka që ka materiali mirë. Që ka goxha materiali mirë. Ua, sa i mirë që qënë ka. Nuk është fare si ai materiali që të gric, apo që tjetë material si mushama, por nuk e di si mund të atregoj goca, por ja, më pëlqeka. Besoj se poliester do jetë, por nuk e di pse. Pet. Po prap, është më ndryshe nga ato tjerët. Gjithsesi, e kam marrë këtë ngjyrën kështu, sepse nuk kam si kjo ngjyra, me thënë drejtën. Ja, dhe tutat, ua, sa të bukura. Shumë bukur. Duhet t'i rregulloj, t'i sistemoj prap në përqese që t'ju bëj video. Ka që ishte kjo e vogla, tani marrë madhen. Po këtu çfarë keni? Nuk e vendos tot këtu për para këta, që do t'a hap këtu. Por qënka super e madhe. Kjo qënka super e madhe. Kjo është nga Temu, më ka ardhur nga Temu bashkëpunimi. O thash ç'ne, po ta mësollën, Temu në fakt më ka sjell pemën e vitit të ri, po se mendoj që do më sillte edhe këto tjerat. Duhet të flas me ata se unë këtyre duhet i bëj unboxing. Si t'ja bëj tani? Si t'ja bëj unë tani? Tani, unë e hapa që e hapa. Do t'a njës prapë. Nuk e mendova në fakt që do më vinte, se nuk më ka dërguar as numër dërgese as i gjë. Okej, ti hapim edhe e bëjmë prapë pastaj unboxing. Zbukurime për vitin e ri. Shikoni pak. Këto e hap qesën, këto janë si tip jastiku, janë jastik për t'i vendosur këtu për vitin e ri. Se nuk po e hap qesën se pak të mos të... Këto, ka marrë këto lullet kështu sepse tek dhoma tjetër e gjumit, unë kam ata ambientin atë cepin tim aty ku bëj make-upin edhe e keni parasysh ato ngjitse që vendosen në mur kështu, zbukurime gjëra, edhe unë s'dija çati vendosja dhe me qenë se më dha rasti mora dhe i dhe këto për të dukur pak më bukur. Nice. Që kanë të mëdhaja këto ja dhe këto për t'i vendosur këtu tek divanet. Edhe që nga të mëdhaja dhe goxha material duken. E shef. Edhe kjo. Kjo do t'jetë mëles krevati, diçka. Ose mëles jorgani, besoj. Këto janë për vitin e ri po ashtu, për karriket. Ato duhet të zgjidhja. Gjithashtu ka marrë edhe një
tapet. Por me sa shikoj tapeti që ka shumë i mirë. Nuk po e nxjerr tani goca se nuk dua ta heq nga kjo qeska se është e madh edhe dua t'i fus edhe një herë këto. Mendoj se do t'ua tregoj në një video tjetër, nëse nuk harroj gjithmonë. Okej, mendova se nuk do më vinte kjo përësia, por janë që më erdhi. Edhe unë tani po mendoj si do të bëj atë videon e temus, me atë pemën që më kanë dhënë ata. Gjithsesi, ika tani edhe do të dëgjohemi më vonë sërish si do shkoj çështja e temperaturës zojit, nëse do ketë apo jo. Do dëgjohemi sërish. O shpirti mamit ti, e bukura ime, ta mamit. O jeta mamit. The bicycle passes through the slanting sunlight of the grain drying field. In the bamboo basket lies the sweet fragrance of the pumpkin. You bend down and pick up the sound of an acorn the entire season. Suddenly takes on shape. Happiness is the turn of a string of wind chimes under the eaves. Is the scarecrow who has subdued the entire sea of wheat. We run together into two lines of southbound geese. We plant laughter in the soil of the clouds. On the clothesline, the stars start to drive. The persimmon tree raises the lantern at night. You exhale white mist, practicing the strokes of my name. Frost flowers bloom on the morning fence. Happiness is the turn of a string of a wind chimes under the eaves. Is the scarecrow who has subdued the entire sea of wheat. We run together into two lines of southbound geese. We plant laughter in the soil of the clouds. When the migratory birds fly away, they leave behind all the clear skies. I use fallen leaves to fold into the shape of a letter paper. I send it to spring in the recipient field. I write, this season does not exist. Return the golden color. The cricket counts the moonlight in the corner of the wall, where autumn always sits on the steps, counting the candy wrappers we left behind. 1, 2. Përshëndetje nga dita tjetër. Atëherë, Zoja është këtu me mua. Shikojeni. Edhe mbrëm nuk filmova dot me se normale, fjetëm gjumë pastaj. Por doja t'ju thoja që Zoji ka qenë mirë deri në orën 8 të darkës, edhe ka qenë goxha aktive, edhe tani është mirë. Edhe në orën 8 që Zoji fle gjumë, unë do të qoja në gjumë normalisht, edhe kur e shikoj, i kishte jep temperatura. Do thoni ju nuk e vure re apo jo. Jo, me thënë të drejtën. Po prap, okej.
nuk e vura re sepse Zoi ka qenë goxha aktive. Që mashallah, edhe është aktive, nuk është se e bëri gjelpëra që të rinte si përgjumur apo këto gjërat kështu. Edhe në orën 8 i pi temperatura, i futem një suposto dhe kaloi pasaj. Çdo gjë ishte okay, edhe gjatë natës, shqyr Zotit, nuk ka pasur temperaturë apo që mos të ecte, ajo shqyr edhe okay, dhimbje normalisht ka se është vaksinë edhe është gjelpar, kështu që nuk është se kthej dot nga ana e djathtë ku ka bërë vaksinën. Edhe kështu, edhe sot deri tani është mirë. Uroj që të kaloj mirë, se thonë që nga dita 3-4 diçka e tillë mund t'i hipi temperatura ose këtë diun. Por unë mendoj të këtë, me qenë se Zoi të kapi një temperatura, ndoshta dhe nuk e kap. Uroj se ajo kryesorja janë 24 orët e para, por okay, e kalua me sukses më duket. Fillimi mbar është gjysma, kur i thonë asaj është gjysma e punës. Tani se dim, të shohim. O drita mamit! E thyve mamit ata, mistrece ti! E ti mistrece! Edhe kështu, goca. Nuk e di tani, të shohim. Tani, që do bëjmë në me Zorin sot? Në fakt, kisha qef që ta nxirja pak, po prap më mirë po rri në shtëpi edhe jam më mirë këtu, se nuk e dieta si herë edhe jem e sigurt se qa mund të ndodhi, jem e mirë në shtëpi. Se nga që dhe dielli ka dalë, është pak kohë mirë, me thënë drejtën edhe prandaj. Por, okej, mirë edhe në shtëpi, rrim në shtëpi. Rrim edhe në shtëpi. Përshëndetje goca, përshëndetje nga dita tjetër. Sot është e ejte, edhe çfarë kemi bërë sot? Asë gjë shumë interesante, s'kemi bërë një gjë interesante. Dolëm, se kishim 2 ditë, 3 ditë diçka e tillë pa dalë, që kur kam bërë vaksinën e Zoit, plus për ditëlindjen e Zoit nuk dolëm. Për ditëlindjen. Për 10 mujorin e Zoit nuk dolëm. Kështu i kishim ca ditë që s'kishim dalë. Edhe nuk doja ta nxirrja jashtë për shkak nga që i bëra vaksinën edhe thash, sa të ma gjej një gjë, më mirë e vajta në shtëpi, se ky floku s'po më rrika mirë. Sot dolëm edhe pima të kafen ton, sepse ka dhenë për javës tjetër që do bëj shumë ftohtë këtej, edhe thash okay, ti përfitojmë këtë ditë sot dhe nesër ka dhenë që do bjeri pak shi, por nuk është se tregon të shumë, 50% ndoshta besoj se namazditia mund bjeri, por 50% nuk na pengon gjë. Ngrasim e ftohtin do bëj javës që vjen. Do me thënë, temperatura maksimale ishte 6 grada, 7 grada, diçka e tillë, do shkoj -1. Dhe, okej, unë edhe kur ka qenë ftohtë kemi dalë me Zoin, se s'kemi dalë me thënë drejtën. Zoi që kur ka lindur, ka dalë ditën tjetër që ka qenë borë. Më mirë, kështu se fiton imunitet. Edhe pastaj, që bëm, shkuam dhe dolëm një xhiro nga qendra, shkuam te Tike Maxi. Atje prisha ca lek. Do thoni ju çfarë ke bler? Kam bler këto. Kam balet. Nuk e kam heq çmimin akoma, sepse po e mendoj ti maj apo jo, por mendoj se do t'i maj. I kam bler 70, këtu tregon çmimi real 130 nëse ju e shikoni. Edhe i kam marrë kështu, sepse mendoj se ky është stili që shkon me çdo lloj veshje. Tani, unë kam pasur kambale të zeza nga ato që janë me elastik këtu edhe këtu, nëse e keni parasysh. Por ato me zi vishën, nuk janë shumë komode për të veshur, me thënë të drejtën. Dhe i hoqa si opcion ato lloj ashtu. Nëse ato lloj do t'i gjeja dhe me zinxhir, mund t'i mbaja, por kam parë në internet edhe te Tike Maxi nuk i gjeta, me thënë drejtën. Dhe më shkoj pastaj për këtë opcionin kështu, që të ketë edhe zinxhir edhe këtë, sepse nëse i vesh me me çdo lloj gjëje ze me xhinse, difuzësh poshtë, mund ta hapësh këtu, ta bësh më të lirë, kështu që e ke këtë mundësinë. Kurse nëse do ta kishe vetëm këtu me zinxhir, se dia do hapeshe. Edhe mendoj, por kështu janë me komode, thjesht me zinxhir edhe jo okay. Se vetëm me lidhse dhe ato nuk e doja, sepse aman lidhset të mundojnë. Aq me pak kjo lloj kështu, domethënë, jo me atletet. Ne mezi veshim atletet, domethënë, jo me do veshim këto.
Dhe kështu, janë mjaftueshëm, nuk është se është shumë e madhe dhe kjo. I ka marrë nga kjo firmë, nga ky Josef Zaibel, mendoj se është okay. Se di tani sa do paktën nxjerrim një dimër. Thash, unë kam parë në internet edhe nuk është se ku di unë, e zem se shikoja Guess apo shikoja në i mark tjetër, në i firmë, ato janë, ku di unë, me ngjyra, me lara, keni parasysh, edhe nuk më pëlqejnë ashtu. Ishin të TK Maxi, një palë Michael Kors, ishin të zeza, po ishin dhe me atë green e errët kështu, si me lule duke shë komplete, s'm pëlqen dhe ashtu. Thashë dua një ngjyrë që të zezë, se edhe ato kafet i kam, besoj se i keni parë, që ju kam treguar këtu kur rikëm atë ditët ai restoranti, kështu që thash, okay, me marrë dhe një palë zeza. Se di që do mendoj Iliri. Edhe i mora këto. Edhe nuk është se janë shumë të gjëra kjo pjesa, janë të lehta mbi të gjitha, se ka lloj-lloj, ka që e kanë të madhe, ka s'pëlqen ashtu. Edhe kjo forma këtu përpara më pëlqen, domethënë nuk është as shumë katrore, as shumë me maj. Nuk e di, do t'i mbaj, më pëlqen. Këto mora tek TK Maxi, edhe nuk morëm gjë tjetër. Isha dhe nga Actioni, po nuk është se mora gjë nga Actioni, mora vetëm një zbutës rrobash, edhe qeset vogla. Te TK Maxi ka marrë edhe këtë brioche që është me pistachio. Unë kam hapur se i kam bërë dhe një video në TikTok. Kjo është pa vezët, pa gjalp edhe pa qumësht. Por me thënë të drejt, pa ha dhe këta unë, se 3 copë kishte 4 copë. Edhe sa erdha direkt hëngra, se s'kisha ngrënë as mëngjes as i gjë. Nejse. Edhe, me thënë drejtën, nuk është se më ashtu në një wow, se pistachio nuk është shumë. Shikoj një pak, ka këtë ngjyrën kështu si, nuk është si ngjyra tamam me pistachio, si jeshile. Edhe në shije, i mungon. Okej, e ka pak, e ka qapa, jo tamam. Kjo është vegane më duket, po. Veganok, nejse. Unë tash Ilirit shikoj tek një market, e Kauflandi këtu, se më duket se kanë dalë panetone me pistachio, edhe ta marrim një kishte te TK Maxi, po një shoqë më tha që kushtojnë më lirë atje. E thash pse jo. Shikoj një, nëse nuk ka, do e marrë te TK Maxi. Po ishte kushtojnë shumë ato, 11 euro më duket, a 12 euro një. Tani po njëherë për shefe me robi. Shikoj njëherë të Kauflandi, uroj që të ketë edhe përmarim. Ajo shu këto. Edhe këto ishin blerjet, goca. Po jam shumë e lumtur për këto. Kam gjetur, nuk e di. Mendoj se i kam gjetur tamam. Në kuptimin që ngjyra, forma, të rehatshme, të lehta. Në të gjitha në një, se vështirë se gjen. Tani duhet sistemoj pak vendin këtu, vendos qiknusën të fshi. Edhe që do bëjmë tjetër, do bëjmë në një video që më kanë ngelur këto të bashkëpunimit. Edhe, nuk e di kur të ta hedh të videon,
por tek këto video të shkurtra që kam postuar, kam pyetur nëse doni që t'ju postoj çdo ditë nga një maskë për fytyrën, edhe mendoj se do ta bëj, meqense do ta bëj edhe në TikTok, që për 30 ditë, për një muaj, do postoj nga një maskë çdo ditë për fytyrën, sepse ka shumë goca që më shkruajnë, që më thonë që bëj, unë i kam lënë mas dore me thënë drejtën, se shumë gjëra. Mirëmëngjesi goca. Nuk kam filmuar më mbrëm, pasi ishim këtu në Kaufland, se tani që po flasim jemi këtu tek marketi jashtë, sepse më ka humbur. Po çka kanë këta? Qa thate? Kam nes dritët. Edhe? Pa lidhje, s'din që të bëjnë këta, kanë lajthit gjithë në trut të këtu. Edhe mbrëm më ka humbur portofolin, as nuk e di fare si më ka humbur. Erdhëm këtu tek marketi sërish për të pyetur nëse e ka gjetur dikush, edhe nuk e ka gjetur asnjë, domethënë. Ose ndoshta e ka gjetur, kanë marrë lekët se kanë dorëzu, kanë frikë. Po jo mama, jo. Po si episod nuk është se më kujtohet shumë qartë se e pata me vete këtu në makinë. Edhe unë ja jap ndonjëherë që los edhe Zoi portofolin. Ndoshta kur kemi dalë në makina, se kemi vënë re ka rënë edhe ka marrë dikush edhe jashtë marketit. Se di, jam shumë kështu, nuk më kujtohet as, nuk e di. Nejse, edhe vetëm kur shkojmë te kasa atëherë që do pagunim, shikoj që s'është portofoli. Hajti merrni lekët, po të paktën dorëzoni portofolin, se kam kartën time të qëndrimit, lejen e qëndrimit time të Zoit, kartën e shëndetit të treve, edhe patentën. Nuk është se po isha i hallin shumë këtyre, po më shumë për lejen e qëndrimit, se mendoj që na duhet se do ikim në Shqipëri, edhe kam frikë se mos më hapi ndonjë problem kur të kthehemi, që duhet leja e qëndrimit. Por unë kam ata e fiksion Beshajnigun, që është ajo letra jeshile, edhe me ata, me sa kam lexu mrem, mund të udhëtosh, se ajo është kryesorja, por çështja është se Zoi nuk ka ashtu, se nuk i japin fëmijës, sepse duke qenë se janë të dy prindrit me leje qëndrimit të rregullt, edhe nuk ka nevojë, vetëm për afentalt, në 1 vjeç. Edhe ne ishim tani mëngjeset sa u hap marketi të pyesnim. Unë i thash asaj mbrëm që të hapim dhe kamerat, por nuk e di pse këtu nuk i hap kamerat në për markete, në për këto kështu. Jo tha, edhe policia të vitha nuk hapen kamerat. Janë kështu, si biem, datën shutëson këta të drejtat e kuediun, nejse. Edhe kështu, tani ne do ikim te policia, se mbrëm normalisht vajti vonë edhe nuk doja t'i keq mbrëm. Edhe nuk e gjenim, po edhe Zoin ta torturoja. Kurse tani mëngjes është çik më ndryshe tani ditën. Edhe do shkojmë atje, do bëj atë polici ç'a duhet bërë. Inshallah më japin ndonjë letër që të hënën të shkoj direkte për të aplikuar për lejen e qëndrimit të ri, domethënë. Dhe uroj që të më dali më shpejt ky i riu. Për Zoin më shumë. Se aq shumë. Se jam mërzit më shumë vetëm se nga që kjo ka ditëlindjen edhe inshallah ikim në Shqipëri. Mirë që e kisha tja fetalti me vetë të tandit. Po si këti? Po pra, se të shne. Edhe kështu, kartën e bankës nuk e kisha unë,
E kisha lënë Ilirit. Ishin gati 200 euro aty, po së di. Nëse jam mërzit shumë. E di që i ndodhin shumë njerëzve kështu që humbin portofolat e këta, po thjesht më vjen një natë për faktin se kam ditëlindjen e Zoit për 1 muaj e gjysëm. Edhe i kemi organizuar gjitha, edhe mos t'ikim, imagjinoni se di, nejse. Tani po ikim tek policia edhe të shohim çfarë do na thon atje. Çfarë do na thon, si do veprojmë. Goca! Mu këthi portofoli. Ua! Nuk ka filmuar më mbrëm, pasi isha shumë e mërzitur nga humbja e portofolit. Po qaja. Edhe nuk e di, o zot, se këtu është stres më vete. Ata që jetojnë këtu e din, është stres më vete bërja këtyre dokumentave. Duhet lësh takime, jo gjëra, o zot, i ma thash, vetëm kjo. Plus, më shumë e kisha të pjesa se, okej, do shkosh, do t'i bësh. Por e thash, nuk e diua thash, nuk doja që të prishja ditëlindjen e Zoit, se i kemi organizuar gjitha, dhe nuk doja që ta prishja. Sa u letësova. Më erdhi portofoli, s'ka shumë, pothuajse 1 orë, jo më shumë, as 1 orë, jo. Sa erdha në shtëpi me Zoin, se ne sot mëngjes, t'ju tregoj pak se si ju kam treguar, u çuam mëngjes herët, në orën 7 shkuam tek marketi, sa atëherë hapet supermarketi, pyetëm atje, tha ajo jo s'ka dorëzuar asnjëri asnjë gjë. Edhe, okej, pash dhe njëherë aty rreth e përqark jashtë, po s'kishte. Edhe pastaj nga aty ikëm direkt te policia, që të bëja kallëzimin aty, dhe më doli një polic që tha që shiko, tha, këtu ka shumë që humbin gjëra, tha, edhe marrin telefon dhe thonë që shiko se e kemi gjetur. Juve, tha, prisni deri të hënën, tha, se sot është tunë e diele, ke parasysh nuk është se punojnë edhe këto zyrat. Edhe nëse, tha, nuk i keni gjetur deri atëherë, tha, se të hënën shko edhe tek zyra e këtyre gjërave të humbura, se që nga dhe një zyrë një këtu, nuk e di, edhe pysni dhe atje, tha, se ndoshta dikush e ka dorëzuar. Okej, tham ne me borën, rregull, ndërkohë unë me mërzitur në kulme, edhe pastaj s'kam bëra si lloj puna, si gjë, thash do dalë se varja. Mora Zoin, dola një xhiro anen nga qendra, rreth e përqark, okej. Pastaj sa erdha në shtëpi mbas 20 minutave, më duket, as 20 minutave, jo, mbas 10 minutave bie zilja. Unë thash mos është ndonjë pako, se presim dhe pako që vinë. Edhe hap derën, s'po përgjigjesha, se zakonisht atë pakove thon pako, e kupton, thon që poshtë. Edhe mirë, më thash kush do jetë, kur erdhi ai polici, një burr kështu pak jo shumë i vjetër. Tha, t'ka humbur një portofol, tha, diçka, tha, t'ka humbur ndonjë gjë, thash, po, thash, kam një portofol. Tha, kjo çan ngjyre, ma përshkruaj pak, thash, ishte i zi, thash, edhe më thuj, tha, çfarë kishte brenda, i tregova unë që çka kishte brenda, okej, tha, ja ku i ke, tha, shikoj. Tha, shëndoni të shikoni pasaportën që ta kuptoni që jam unë, se tani normale e shikon foton, pa Zoin. Edhe ja ku i ke, tha, i ke këtu të gjitha, tha, në rregull, tha, se çka kishte. Më mungonte vetëm ajo, karta e autobusit, por hajtë s'ka problem, se shkoj e marrë të hënën atë. Ndoshta ai që ka marrë lekët ka dashur që t'iki me autobus, ku e di unë shkojta. Nuk e di kush e ka pas marrë, apo si që shtek, rëndësi ka që unë e mora, se o zot, hajt lekët i ka halal, por paktën e ka... Nuk besoj se e ka dorëzuar ky që e ka marrë, normalisht, se nëse do ta dorëzonte ky, policia do ta pyeste që shiko, ose ndoshta ky e ka dorëzuar te këto, te zyra, se po më ha koka goca, më zhbër pak me zbok, tha. Edhe se mos ju bën përshtypje. Ndoshta ky, po thoja, e ka dorëzuar tek gjëra tek ato të humburat, ky person i vet, edhe pastaj këta e kanë dorëzuar policisë, ose ky thjesht ka marrë lekët, e ka lënë portofolin jashtë, diku aty, e ka gjetur dikush tjetër, dhe ka shkuar e ka dorëzuar në polici, se çfarë i hyn pun kartat e mia, asgjë. Edhe kështu, po pash te portofoli, te pjesa e shkrimit ishte si me balt. Kjo do të thotë që mua portofoli më ka rënë në momenti që kam dalë nga makina.
nga që kemi qenë duke lozë me zonjë gjatë gjithë kohës, e kuptoni, edhe na do na ketë rënë në ato momente, ose kur kemi marrë zonjë, ose dikush mund ta ketë gjetur në market, edhe kur ka dalë jashtë, ka marrë lekët e ka hedhur në tokë, ka lënë diku këtu, se e kuptoni? Nëse. Wow. Sa lehtësim që është. Nuk e di, ndoshta ju duket juve, ndoshta ju duket në një gjë që hajt më. Edhe unë, nëse nuk do ikja në Shqipëri, nuk përse do ta vrisja mendjen aq shumë me thënë drejtën, sepse dilnin kur dilnin. Okej, do paguaja disa lekë, por ç'a ti bëje? Por me qenë se kisha ditëlindjen, thaja pse duhet bëhem shkaktarja e më në fund, shqyroz, zoti mas, tani jam e qetë, tani do bëj punët, tani do merrem me punët se e kam shtëpinë Rromuj, ose e shtëpis, e kam shtëpinë në Rromuj, edhe kështu. Ju tregova që dola me Zojnë, edhe kam vajt dhe tike Maxi, nuk e di si do jetë, kam marrë një panetone, në fakt, unë dje morëm një dje, ne morëm një panetone tjetër, po të tike Maxi, po jo si këto, nga ato që kanë atë kartonin që që kanë gjitha panetonet, kjo si kjo me letër, edhe 11 euro. Por, nuk e di pse, nuk më qëlloj me këtë kështu. Jeshile tamam, e dua pistakion. Ajo ishte përzierë mirë, që ishte përzierë me çokoladë, okej, po këtë nuk e kishte kështu. E kishte mirë një koment që kishte bërë TikTok, e ka të përpunuar, nuk e ka të hedhur direkte në vetëm pistakion. Në du ngjyrën aty që dali ajo. E kuptoni se do të them. Tani duhet të sistemoj gjërat goca dhe kështu do shihemi pastaj prapë, shohim çfarë do bëjmë.